Përshëndetje, po ndihni faqe 4, unë jam Jeta Kasemi. Unë jam Sali Doçi, do të jemi së bashku për gjatë minutave ndihmë për të parë më gjërësisht zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare, por në nisje të kësaj hapësire informative do të ndalemi fillimisht tek ngjarjet kryesore në vend. Fushata elektorale e zgjedhjeve të 11 majit numëron orët e fundit, ndërsa dy partitë më dha përgatisin mitingjet përmbyllëse sot në mbrëmje. Socialistët do të zhvillojnë mitingun në orën 19:30 të spremtes pranë Parkut Olimpik, ndërsa opozita në Bulevardin e Ri. Për plasje në distancë do të kenë edhe Noizi me stresin që rivalitetin muzikor sonte e rikthejnë politik. Mbi 5.000 punonjës policie do të angazhohen për ruajtjen e subjekteve zgjedhore për zgjedhjet e 11 majit. Në ditën e fundit fushatës elektorale, policia e shtetit thosë se ka marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurisë. Zyrat e Identitek do të jenë të hapura edhe ditën e shtunë, duke u mundësuar qytetarëve të tërheqin dokumentet në kohë. Ka shkuar në 175.000 numri votave të ardhura nga diaspora. Sot nga Greqia kanë bërritur edhe 4.000 zarfe të tjerë, duke çuar numrin e tyre në mbi 32.000. Edi Rama vazhdon thirrjen që emigrantët të dërgojnë zarfet në zyrat e DHL, ndërsa Partia Demokratike vazhdon që të ankohet. Për sherrri madhështor në Elbasan, në mitingun e Berishës, policia ka vënë në hetim vetëm një person. I akuzuar për plagosje të lehtë me dashje nga sherrri mbeti plagosur djali i deputetit Partisë Demokratike Luciano Boçi, ndërsa pati deklarata kontradiktore mes Partisë Demokratike të Elbasanit dhe familjarëve të vet Boçit. Pas 6 ditësh kërkime intensive është gjetur i pa jetë trupi i fadromistit nga Klosi. 29 vjeçari Ardit Beshiri kërkoi që prej 3 majit pasi u fundos së bashku me ekskavatorin teksa po punonte në minjer. Qeveria ka falur të gjitha gjobat e vena nga policia dhe disa inspektorate vendosur qytetarëve dhe bizneseve në 10 vitet e fundit. Të gjitha ata që kanë marrë një gjop të tillë nga 1 janar 2015 deri më 30 nëntor 2024 kanë kohë të futen në sistem dhe të reklamojnë heqjen e gjobave, të cilat përfshin edhe ato të vëna gjatë pandemisë. Aeroporti ndërkombëtar në Tereza do të transformohet nga vepra e projektuar nga arkitekti i famshëm italian Marco Casamonti. Projekti pritet të përfundojë brenda këtij viti, një shesh i madh këmbësorësh në hyrje daljen e aeroportit së bashku me një parkim të ri nëntokësor për mbi 1000 automjete do të jenë së shpejti në dispozicion të udhëtarëve dhe turistëve. Vijojmë më tej me zhvillimet kryesore ndërkombëtare. Mesha e parë e Papa Leonit të 14 do të mbahet në sheshin e Shëmpjetrit të dielën e 18 majit, ndërsa këtë të premte Papa Prevosti mbajti një mesh private përpara kardinalëve që e votuan atë një ditë më parë në konklav. Papa Leoni 14 mbajti këtë të premte meshën e tij të parë në kapelën Sixtin përballë kardinalëve, ku paralajmëroi për rreziqet e shkaktuara nga mungesa e besimit dhe tha se shpreson që Kisha Katolike të jetë një dritë që do të ndriçojë në netët e errta të botës. I veshur me rroba të thjeshta me ngjyrë të bardhë dhe ngjyrari pasuesi i Franceskut, u shpreh se do të shërbente si administratori besnik i kishës dhe do të udhëzonte të gjithë besimtarët dhe jo besimtarët drejt Jezusit. Ati i shenjtë u shpreh se kushdo që përpiqet të minimizojë rolin e Jezusit dhe figurën e tij është de facto një ateist. Edhe sot nuk mungojnë kontekstet në të cilat Jezusi, megjithse vlerësohet si njeri, reduktohet kur bëhet fjalë për rolin e tij si udhëheqës, dhe kjo jo vetëm midis besimtarëve, por edhe në mes atyre që janë të pagzuar. Këta njerëz përfundojnë duke jetuar në një nivel ateizmi de facto. Papa i ri, i cili udhëheq 1.4 miliard besimtar katolik në mbar botën, pranoi se besimi i krishterë ndonjëherë konsiderohet absurd dhe i rezervuar vetëm për njerëzit e dobët dhe jo inteligjent. Mungesa e besimit shpeshherë shoqërohet me humbjen e kuptimit të jetës, neglizhencën e mëshirës, shkeljet e tmerrshme të dinjitetit njerëzor, krizën e familjes dhe shumë plagë të tjera që prekin shoqëritë tona. Sot më shumë njerëz po e konsiderojnë besimin diçka absurd për njerëzit e dobët dhe jo inteligjentët, ndërkohë që gjejnë kënaqësi te teknologjia, aparat, suksesi, pushteti dhe kënaqësia. Pas meshës, Papa mbajti një darkë me kardinalët, pas zgjedhjes së Atit të Shenjtë do të kthehen në shtëpitë e tyre, të cilët pas zgjedhjes së Atit të Shenjtë do të kthehen në shtëpitë e tyre në mbar botën. Vatikani zyrtar konfirmoi këtë të premte se Papa ka miratuar përkohësisht rolet e zyrtarëve të lartë të Vatikanit, të cilët kanë një mandat 5 vjeçar. Megjithatë, ato mund të largohen nga detyra kur një pap i ri merr detyrën.
Vatikani zyrtar njoftoi gjithashtu se mesha zyrtare e inaugurimit të Papa Leonit të 14 për të shënuar emërimin e tij do të zhvillohet të dielën e 18 majit në Vatikan. Liderët botëror kanë uruar për zgjedhjen e Papa Leonit të 14. Trump theksoi se zgjedhja e një bashkëdhetari është një nder për amerikanët. Liderët europianë konsideruan nisjen e një kapitulli të ri për Kishën Katolike. Bota ka reaguar për zgjedhjen e Robert Prevost si kreu i ri i Kishës Katolike Romake. Liderët uruan Papën e ri Leoni 14 për fillimin e detyrës së tij në drejtimin e Vatikanit. Presidenti Donald Trump, bashkëdhetari i Atit të Shenjtë, theksoi se zgjedhja e një amerikani në këtë post është një nder. Ai tha se tashmë ka folur në telefon me Papën e ri dhe la të hapur mundësinë për të takuar me të. Çfarë nderi më të madh mund të ketë? Ishim pak të befasuar, por shumë të lumtur. Ai tashmë më ka telefonuar, ka folur me mua dhe do të shohim se çfarë ndodh. Zvendos presidenti amerikan J.D. Vance, se fundmi i konvertuar në katolik, gjithashtu postoi një mesazh urimi në rrjetin social X për zgjedhjen e Papa Leonit të 14. Kryeministri britanik Keir Starmer uroi gjithashtu Atin e Shenjtë dhe tha se tashmë fillon një kapitull i ri për Kishën Katolike. Presidenti i Perus, ku Prevost shërbeu për vite, tha se është një moment historik për vendin e saj, ku Papa i ri jetoi mes njerëzve të thjeshtë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky uroi Atin e Shenjtë dhe tha se shpreson që Vatikani të vazhdojë mbështetjen e tij për Ukrainën. Edhe presidenti rus Vladimir Putin i dërgoi një telegram urimi Papës së ri, duke i uruar suksese në përmbushjen e misionit të lartë që i është besuar. Një urim erdhi nga shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Presidenti spanjoll Pedro Sánchez uroi gjithashtu Atin e Shenjtë dhe tha se shpreson që Papati Leonit të 14 të kontribuojë në forcimin e dialogut dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në një botë që ka nevojë për shpresë dhe unitet. Urime kanë ardhur edhe nga Shqipëria, nga Komiteti Katolik uruan zgjedhjen e kardinalit amerikan dhe nënvizuan besnikërinë e shqiptarëve ndaj Papës. Komuniteti musliman uroi që Papa i ri të jetë simbol i paqes. Urimeve u bashkua edhe presidenti Bajram Begaj. Pas shpalljes të Papës së ri Leoni 14, urimi i parë nga Shqipëria erdhi nga komuniteti katolik. Presidenti i Konferencës Ipeçkënore të Shqipërisë Dom Gjergj Meta ka përcjellur urimet e tij, duke nënvizuar rolin historik të Papës dhe lidhjen e fortë që katolikët shqiptar kanë pasur gjithmonë me Selinë e Shenjtë. Kardinalët i dhanë një i peshkë Romës dhe një bari Kishës universale. Ne falenderojmë Zotin dhe i lutemi që Papa të ketë ndihmën dhe mbrojtjen e yt e të zojës së Këshillit të Mirë. Katolikët shqiptar kanë qenë gjithmonë besnik ndaj Papës deri në martirizim. Edhe Papa Leonit 14 i ri për të rinë besnikërinë dhe bindjen tonë si pasardhës i Pjetrit në krye të Kishës së Romës. Edhe Imzot Arjan Dodaj, arqipeshk Videoqezës Tiran Durrës dhe kreu i Kishës Katolike në Shqipëri, uroi zgjedhjen e kardinalit amerikan në krye të Vatikanit. Faleminderit Zotit dhe nënës të Zot për dhuratën e Papës që i ka dhuruar Kishës dhe njerëzimit në festën e mbretëreshës së Ruzares. Lutemi për Papën ton Leone. Kreu i Komunitetit Musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu theksoi se zgjedhja e një lideri të tillë për katedralen e Shën Pjetrit është një moment i rëndësishëm për të gjithë besimtarët. Në urimin e tij, kreu i KMSH thotë se ne si musliman shqiptar e vlerësojmë dhe respektojmë këtë ngjarje me një shpirt paqe dhe bashkëpunimi. Urimeve të shumta për zgjedhjen e Papës së ri u bashkua edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Shpreh bindjen se Ati i Shenjtë, Papa Leoni 14, do të kontribuojë me gjithë fuqinë dhe autoritetin e tij në shërbim të kauzës sublime të forcimit të klimës së bashkëjetesës paqësore të gjitha besimeve. Në emër të gjithë popullit shqiptar, i uroj Papa Leonit të 14 të jetë në mbrojtjen e Zotit për realizimin e misionit të tij të shenjtë. Leoni 14 është Papa i parë amerikan, por kur ishte i vogël, një fshinj i tij kishte paralajmëruar fatin e tij për të ngjitur në maj të Kishës Katolike. Për Associated Press, vllai i tij tregoi emocionet sapo mori vesh lajmin. Kur Robert Prevosti ishte në klasën e parë, një nga fqinjët e tij i kishte thënë atij se ai do të ishte Papa i parë amerikan. Pas ditën e të njëjtës kjo profeci u bë realitet, kur kardinali 69 vjeçar u zgjodh
për të qenë papa i 267 i Kishës Katolike Romake. John Prevost, vëllai i Papa Leonit të 14, në një intervistë për Associated Press, i emocionuar, tregoi se si e mori vesh lajmin. Mora një telefonat se nga Oxhaku i Romës po dilte tymi bardh, kështu që zbrita poshtë, ndeza televizorin dhe pash se si po zhvilloi procesi. Thira besën time për ta njoftuar se po dilte tymi bardh dhe pam së bashku më pas momentin kur perdet lëvizën. Ajo filloi të bërtiste sepse unë dhe vetë xhaxha i saj ishim në një moment mosbesimi se kjo nuk ishte e mundur. Kjo ishte shumë larg asaj që ne mendonim se mund të ndodhte. Ishte një ndjenjë e jashtëzakonshme e krenarie që më përfshiu për edhe një moment kur mendova se si do ta përballoj ai të gjithë këtë ndjesi krenarie, por edhe përgjegjësinë që është tashmë mbi supet e tij. Vëllai i Papës tregoi se familja e tij kishte ditur gjithmonë se ai do të bëhej prift, por kur nuk ua kishte marrë mendja se ai do të ishte një ditë pap. John Prevost u shpreh se vllai i tij, Papa Leoni i 14, do të jetë pasuesi i Papa Franceskut. Sinqerisht dua t'ju them, mendoj se ai do të jetë Papa Francesku i dytë. Mendoj se ai është shumë i shqetësuar për gjendjen e vështirë të të varfërve, për të shtypurit dhe për njerëzit që nuk kanë zë. Mendoj se ai do të qëndrojë në këtë frym. Ai nuk do të jetë as shumë i majt dhe as shumë i djathtë. Do të jetë pak a shumë në mes. Vëllai i Papa Leonit të 14 tregoi se Papa është më i vogli i 3 vëllezërve dhe se ai kishte treguar gjithnjë kujdes për familjen e tij, duke komunikuar çdo ditë, jo vetëm me vëllezërit, por edhe me niprit dhe mbesat. John u shpreh se në kohën e lirë, ai dhe Papa i ri luanin lojra elektronike çdo ditë së bashku. Robert Francis Prevost është kardinali amerikan, papa i ri i Kishës Katolike dhe mbi jetën e tij, misionet e tij, por edhe drejtimin që do të marrë Kisha Katolike nën, le të themi, udhëheqjen e Papa Leonit të 14, do të diskutojmë me zotin Frok Çupi, gazetar dhe analist. Zoti Çupi, jo falenderojmë. Është në fakt një moment shumë i rëndësishëm që po dëshmojmë vendosjen e udhëheqjes së re të Kishës Katolike dhe të Shtetit të Vatikanit, duke e vendosur patjetër edhe në kontekstin gjeopolitik dhe të gjithë asaj që neve po përjetojmë dhe po dëshmojmë ditët e sotme. Por, le të qëndrojmë pak tek Leoni i 14, Robert Francis Prevost nga Chicago, Illinois, i cili në fakt duket se edhe me përzgjedhjen e emrit, por le të themi edhe me misionet e tij të shkurtra, do të vijojë trashëgiminë e të ndjerit Papa Francesku, apo jo? Po. Kjo po thuhet e qartë edhe nga vetë Papa Leo i 14, në meshën e djeshme, në meshën sot, në meshën e fundit, me kardinalët la për nënkuptuar se ai është një trashëgimtar i Franceskut, por me nuancat e caktuara, me disa nuancat që do t'i shikojnë gjatë rrugës. Ka një publiku ka shpërthyer në kërkim të kurioziteteve për Papa Leon dhe ka plot gjëra për të thënë se janë shumë kurioze, janë shumë interesante për t'i njohur për jetën e Papa Leos. Për shembull, fakti që ka shumë njerëz që e njohin atë personalisht dhe tashmë po dalin në mediat ndryshme amerikane dhe po rrëfejnë, le të themi, historik ndryshme personale me të. Po, sigurisht. Ate njohin edhe për arsye se i lindur dhe jetuar në Amerikë, dhe ndërkohë i shërbyer në Afrikën e Jugut, i shërbyer në mënyra shumë të thjeshta, e kështu që ka lënë vrak tek njerëzit. Po, njerëzit pyesin ç'është ky, njerëzit të tjerë që se kanë takuar dhe se kanë njohur ndonjëherë. Ai sigurisht është një njeri i thjeshtë, me prindër europian, me prindër spanjoll, francez, italian, do me thënë një miks i tillë, me prindër që, si thuash, babai i tij ishte një mësues dhe këtij i pëlqen shumë mësuesia. Dhe ka deklaruar se e ka zgjedhur dhe emrin Leo për shkak të dëshirës së tij për mësimdhënie. Mamaja e tij ishte një grua e thjeshtë, një grua që ka spikatur, por që kishte studiuar shkencën e bibliotekës. Kështu që Leo erdhi në moshën e 69 vjeç kur u bë pap dhe kuriozitetet tjera plot rreth tij, domethënë bëhen shumë pyetje. Bëhen pyetje cili do të jetë qëndrimi i tij për komunitetin LGBT+. E qartë, vetë mediat ndërkombëtare që një analizë sot që thonte se do të çonte përpara pikërisht edhe sfidat e Franceskut.
Po, ndërkohë komuniteti katolik i LGBT-s ka filluar të ketë një lloj frike për shkak se një dekadë më përpara Leo i 14 ka mbajtur një distancë ndaj këtij komuniteti, duke qortuar si më thënë stilin homoseksual të jetës dhe domethënë jetesën e parapërcaktuar. Të shikojmë se padyshim si do të rakordohen gjitha gjërat dhe teoritë dhe idetë. Pse zgjodhi emrin Leo i 14 Papa i ri? Ka plot teori, një prej tyre më e besueshme është se ky ka zgjedhur Leon e Madh, sepse Vatikani ka pasur 13 papa me Leo i 14. Leo i Madh i 14 ishte i takon shekullit të 4 në epokën e Kishtrimit. Domethënë është diku disa vetëm 20 e ca pap pas Shën Pjetrit. Domethënë papa i parë konsiderohet se ishte Shën Pjetri, domethënë një nga dishepujt e Krishtit, i cili udhëtoi për në Romën e lashtë dhe kuptoi që atje ishte mbretëria e Krishtit. Problemet e raporteve politike pastaj për cilat po spekulohet, sigurisht që është një fushë e tërë për spekulime, po spekulohet sepse dy njerëzit më të fuqishëm të botës tashmë janë amerikanë, qytetarë amerikanë, i bie që është Papa Leo i 14 dhe këtu dua të ndalem, dua të bëj një pyetje shumë të qartë. Në fakt, Papa Francesco e kishte bërë qartë edhe në misionin e tij në zgjedhjet e kardinalëve të ri, 80% e tyre ishin të zgjedhur nga vetë ai për përhapjen më të gjerë të katolicizmit në botë. Kemi papën e parë nga Amerika. Ka qenë kjo një lëvizje për cilën pra është lobuar, duke ditur faktin se konklava është procesi më demokratik dhe sekret në botë, apo është ky një fakt i rastësishëm bazuar edhe në dëshirën e Papa Franceskut? Shiko, Papa Francesku punoi, si që kemi tashmë kaluar në për diskurset tona, Papa Francesku kaloi thuajse të gjithë në përduart e tij kardinalët dhe i vlerësoi, i çmoi, kuptoi prej tyre se çfarë tendencash kishin, çfarë sensi përparues kishin. Tani, Papa Francesku ka nisur të qortohet për disa fanatikëve të kishës, për të thënë vërtetën. Ka nisur të qortohet për idenë se pse e hapja shumë kishën, gjë që sigurisht as a vlen ta marrësh në për diskutim, në për gojë, përveç se është një shumicë e tërë që e thonë këtë gjë. Nëse Papa Francesku nuk do të kryente atë vepër shumë të madhe, të lavdrueshme, madje edhe vetë sakrifikuese, për të thënë vërtetë. Atëherë ne nuk do kishim sot çfarë të diskutonim në post Francesk, çfarë të diskutonim për profilin rreth profilit të një pape të ri. Domethënë, ky vjen sigurisht për të vazhduar rrugën e tij përparuese dhe si thua për ta nxjerrë kishën nga obskurantizmi, nëse mund ta përdor të fjalë, ose nga bunkeri, ose nga e tjerë. Po sigurisht që do ketë, siç ka deklaruar, do ketë disa përmbajtje të tij. Zoti Xhupi, në fakt teksa flasim pikërisht për këta dy persona të fuqishëm të botës, të cilët janë amerikanë, doja që të rikujtojmë edhe një herë deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump, i cili e uroi Papa Leonin e 14 për marrjen e këtij posteri si lider shpirtëror i miliarda besimtarëve katolik në gjithë botën. Gjithashtu dhe zëvendës presidenti J.D. Vance bëri një gjë nëpërmjet një reagimi në rrjetet sociale, ku doja të rikujtoja se J.D. Vance ishte i fundit zyrtar i cili takoi të ndjerin Papa Francesku një ditë përpara ndarjes së tij nga jeta, por nga ana tjetër në mediat amerikane ndërkombëtare, le t'i quajmë ato, pasi patjetër edhe në Itali dhe në vende shumë të tjera, janë zbuluar disa postime të vet Robert Prevost, kardinal në atë kohë, i cili kritikonte
vendimet e administratës Trump në lidhje me disa çështje shumë të rëndësishme të drejtave të njeriut, siç ishin emigracioni, dëbimi e emigrantëve, apo qoftë edhe le themi një deklaratë e J.D. Vance, i cili deklaronte në fakt se Krishti na detyron që ti radhisim njerëzit në bazë të dashurisë që kemi për ta, dhe Robert Prevost në një artikull në fakt edhe poshtë të deklaratë të zëvendës presidentit J.D. Vance. Pra, kemi dy persona të cilët janë mjaft të rëndësishëm dhe janë amerikanë, por do të ketë përplasje mes të dyve? Nëse Papa Leo i 14 do të ruaj këtë profil, do me thënë, do të jetë konsekuent në luftën për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, dhe sidomos për mbrojtjen e të varfërve dhe të njerëzve që bredhin në përballë si emigrantë për siguruar jetesën. Atëherë, patjetër që do kemi një mospërputhje për të mos ndërë një përplasje me Donald Trump. Donald Trump është një president i vendosur në disa pika, i vendosur në mënyrë të fiksuar, sidomos për emigracionin, dhe padyshim se kush do t'i dalë përpara në këtë pikë, ai sigurisht do ta sulmojë. Por ka dhe një teori tjetër e cila me të cilën më shumë spekulohet se mund të gjesh në një realitet, se Trump e ka parashikuar zgjedhjen e Leos 14 një prift amerikan. Është vërtet, shumë ka menduar se në fakt imazhi gjeneruar me inteligjencë artificiale nga Donald Trump ishte sinjalizimi që ai dhe shtatoja, ai u vesh si pap, postoi Shtëpia e Bardhë një imazh të tillë, edhe pse më vonë u mohua, u deklarua, por publiku e ka marrë dhe ka pasuritë vetëm me atje ku spekulohet që Papa është një dubël i Donald Trump. Nëse do t'ishte kështu, atëherë është një... Po me qasin e ti duke se në fakt janë mjaft të ndarë, janë mjaft të veçuar ideologjikisht. Vërtet, dhe unë jam madje tet kurios, sepse Donald Trump është njëri i vetë kontraditave, pikërisht për njerëzit cilë në një periudhë flet mirë, flet më pas edhe keq, e kemi parë dhe me lider botëror ta bëjë diçka të tillë, dhe mbetet tetë interesante për të parë se çfarë do të ndodhë me Papën e ri në një kohë kur ai vetë le të themi bëri lobimin e tij për të qenë një papa amerikan, ndërkohë që kreu kishës katolike ka bërë të qartë edhe në meshën që mbajti ditën e sotme se nuk do të ketë tolerime ndaj emigrantëve, por gjithashtu edhe ndaj njerëzve të varfër, të cilët sipas kishës katolike edhe Papa Franceskut përpara se të largohej nga detyra, po dëboheshin në mënyrë të gabuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një valë emigrantësh në të gjithë botën. Por teksa flasim për reagimet nga lider botëror, patjetër pati reagime nga e gjithë Europa, presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministra italiane Giorgia Meloni, e shumë të tjerë, por duke qenë se Papa Leoni 14 është nga Chicago, Illinois, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do doja që të komentonin së bashku pak edhe reagimet e politikanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shembull, demokratët ishin të gëzuar, ishte ish presidenti Joe Biden i cili dha urime, patjetër edhe Barack Obama dhe bashkëshortja e tij, apo ish zëvendës presidentja Kamala Harris, dhe ajo bëri një reagim publik duke uruar atë. Donald Trump pati reagimin e tij diplomatik dhe uroi patjetër, por nga ana tjetër le themi njerëz të radhitur pas Partisë Republikan kanë shprehur nëpër media dhe në postime në rrjetet sociale një lloj le themi qëndrimi kundër zgjedhjes së Papa Leonit të 14 për shkak të ideologjisë së tij. Madje ka qenë Laura Loomer, e cili e ka quajtur atë si fitoren e papës marksist në rrjetet sociale, dhe në fakt e ka evidentuar edhe qasjen kundër Donald Trump. Kemi edhe një tjetër lloj polarizimi sërish në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për liderin shpirtëror të vetë katolikëve dhe komunitetit krishterë. Papa Leo 14 ka një shans që mund ta quash shans ndriçues të madh, ose mund ta quash një shans që e gropos. Falni për shprehjet që përdor, po flas si për një qytetar tjetër. Është momenti shumë delikat i botës. Dhe tani të gjithë shikojnë tek Papa për arsye se të gjithë funksionet e zyrtarët e tjerë që ndikojnë tek njerëzimi janë njohur. Dihet se cili është Donald Trump, dihet se cili është Joe Biden, dihet se cila është Europa, dihet se të gjithë, i vetmi që nuk dihet ende, domethënë që është akoma një mister, është Papa, po mos harrojmë se është udhëheqësi shpirtëror i 1,5 miliard njerëzve. Dhe është një autoritet i cili ka marrë
ka marrë të drejtën botërore për të konsideruar i pari në radhë me gjithë të tjerët. Tani, tërë ky reagim është një reagim politik dhe reagimet politike kanë interesat e tyre, si me thënë, akoma disa prej këtyre reagimeve që përmendet ju jeta, janë reagime që e lënë çështjen në ajër, do me thënë, përderisa unë e thash një gjë, por nuk shkoi deri në fund. Donald Trump u gëzua, do me thënë, u entuziazmua si një Amerikan, u bë papi Romës, po sigurisht është një përfitim politik i tij, do të thotë që po proklamon personalitete amerikane. Të tjerët, pastaj, sidomos ata të Partisë Republikane, për cilët Shumë shkurt, zoti Çupi, do t'ja të pyesja edhe në lidhje me një çështje. Për faktin, për shembull, që shohim edhe një kthes djathtas të gjithë Europës, pra le të themi një fitore apo një fitore në popularitet të partive të ekstremit të djathtë apo të krahut të djathtë politik në disa shtete europiane apo të Bashkimit Evropian. Vendosja e Robert Prevost, i cili duket se është, le të themi, liberal në qendër, nëse mund ta cilësojmë në një mënyrë të tillë. Tregon në fakt, tregon edhe për linjën që po merr politikisht kontinenti evropian? Është interesant, por nuk e besoj se lidhet me zgjedhjen e papës, si më thënë, në logjik ka një lidhje. Në logjik vërtet ka një lidhje shumë të fuqishme. Jo vetëm logjik, po edhe në destini. Do me thënë, Europa nga do që ka vajtur, nga do që ka shkuar, është kthyer tek qytetërimi human i ndaj njeriu të tjerë. Është një qytetërim i lashtë, qytetërim i pastër, dhe padyshim që nuk ka oscilacionet që po pëson Amerika sot. Me sa duket papa do të jetë personi, pra pikërisht i cili mund të jetë edhe shansi i fundit për të rikthyer marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe perëndimit, marrëdhëniet të cilat janë në krizë në thellë sot që për luftës dytë botërore. Edhe nëse ai nuk ndërhyn për ta luajtur këtë rol drejt për drejt. Padyshim që Europa konsideron që ka në krah një figurë kaq të madhe, një personalitet kaq të madh të botës, që do të thotë se është një fitore për Europën në atë konflikt shumë të madh dhe se dim se deri ku shkon midis kontinentit të vjetër dhe kontinentit më të ri që është Amerika. Kështu që si thua, gjithë shpresat ose si në zemrat e njerëzve që ishin lënduar nga ky konflikt, tani thuaj se i zbut, i mbush pak a shumë, ju jep pak garanci ardhja e një pape të tillë në Vatikan. Kjo ishte edhe lutja e parë, në fakt, e Papa Leonit 14, të krijojmë ura komunikimi dhe të zgjidhim konfliktet dhe të jemi më pranë njëri tjetrit. Zoti Çupi, ne ju falenderojmë shumë për prezencën tuaj në faqja 4. Faleminderit dhe juve. Ndërkohë ne do të shkojmë në një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer vetëm pas pak. Rikthehemi në faqja 4 për të parë të tjera zhvillime në arenën ndërkombëtare. Rusia ka festuar këtë 9 maj ditën e fitores mbi nazifashizmin, duke e ndarë edhe këtë nga perëndimi. Në sheshen e Kuq në Moskë është zhvilluar një paradë e madhe ushtarake ku nuk kanë munguar dhe reparte nga ato të përfshira në luftën në Ukrainë, ndërkaq që në tribun për krah Putin dhe Xi Jinping ka qenë edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Rusia shënoi këtë të premte 80 vjetorin e fitores së ish-bashkimit sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore me një paradë të madhe ushtarake që nuk u ndërpre nga asnjë sulm me dron i cili ishte i pritshëm nga ushtria ukrainase. Presidenti rus Vladimir Putin, kreu më jetëgjatë i Kremlinit që nga Stalini, qëndroi pranë presidentit kinez Xi Jinping dhe 10 liderëve të tjerë botëror, përfshirë presidentin serb, për të ndjekur paradën ushtarake. Vladimir Putin tha se Rusia nuk do pranonte kur përpjekjet për të nënvlerësuar rolin vendimtar të Bashkimit Sovjetik në mposhtjen e Gjermanisë naziste. Megjithatë, ai shtoi se Moska njeh gjithashtu rolin e luajtur nga aleatët perëndimor në mposhtjen e Adolf Hitlerit. Bashkimi Sovjetik mori përsipër goditjet më të egra dhe të pamëshirshme të armikut. Ne vlerësojmë shumë kontributin e ushtrive aleatëve të rezistencës, popullit të guximshëm të Kinës dhe të gjithë atyre që luftuan për një të ardhme paqësore në luftën tonë të përbashkët. Vladimir Putin tha se Rusia vion të luftoj për zhdukjen e nazizmit, referuar luftës në Ukrainë, ndërsa vlerësoi ushtarët e vendit të tij për guximin.
Rusia ka qenë dhe do t'jetë një barriere pakapërcyeshme për nazizmin, rusofobin, antisemitizmin dhe do t'i kundërvihet mizorive të kryera nga përkrasjet e këtyre ideve agresive dhe shkatruese. E vërteta dhe drejtësia janë në anën tonë. I gjithë vendi, shoqëria dhe populli ynë mbështesin pjesëmarrësit në operacionin special ushtarak në Ukrainë. Ne jemi krenar për guximin dhe vendosmërinë e tyre, fuqinë e shpirtit të tyre, i cili gjithmonë na ka sjellë vetëm fitoren. Më shumë se 11.500 trupa u rreshtuan në sheshin e Kuq këtë të premte në paradën e fitores, duke përfshirë 1.500 trupa që kanë luftuar në Ukrainë. Dronët ushtarak, inovacioni më i madh teknologjik i luftës që Rusia po bën në Ukrainë, u paraqitën po ashtu në këtë paradë, përfshirë tanke dhe raketa ndërkontinentale Yars, të cilat kanë aftësi të mbajnë armët bërthamore. Ish Bashkimi Sovjetik humbi 27 milion njerëz në luftën e dytë botërore, përfshirë miliona trupa në Ukrainë. Megjithatë, ky blok ja doli të shtynte forcat naziste të ktheheshin në Berlin, atje ku Hitleri kreu vetvrasje dhe flamuri i kuq sovjetik fitores u ngrit në vitin 1945. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Një grup shkencëtarësh britanik po studiojnë grimcat e marra nga Kina në hëm për të zbuluar jo vetëm historikun e formimit të satelitit ton, por edhe formimin e vetë planetit Tok. Kjo është një mundësi e rrallë pas provave të këtyre grimcave, të cilat do të shkatërrohen duke dhënë shkencëtarëve një mundësi që vjen vetëm një herë në jetë. Këto grimca të vogla pluri, sa një maj gjylpëre, janë më të çmuara se ari. Pasi u morën nga sipërfaqja e hënës gjatë misionit hapësinor kinez Chang'e 5 në vitin 2020 dhe u mbajtën nga Pekini për disa kohë, tashmë ato janë transferuar drejt Britanisë së Madhe dhe drejt disa vendeve të tjera, përfshirë Rusin, Japonin, Pakistanin dhe disa vende europiane. Profesor Mahesh Anand, i vetmi shkencëtar në Mbretërinë e Bashkuar që ka marrë këtë material të çmuar, e përshkruan atë si më i çmuar se pluri i arit. Në dukje, ky plur duket i zakonshëm, por brenda tij mund të fshihet historia e krijimit të hënës dhe madje edhe e tokës. Shkencëtarët besojnë se hëna u formua nga një përplasje mes tokës dhe një planeti tjetër rreth 4.5 miliard vjet më parë. Mostrat do të përpunohen me kujdes ekstrem. Çdo kontaminim nga materiali toksor mund të shkatërrojë analizimin e këtyre grimcave, ndaj dhoma ku ato mbahen është sterile dhe çdo njeri që hyn është i mbuluar nga koka te këmbët. Në laborator të ndryshëm, shkencëtarët do të përdorin lazer dhe temperatura deri në 1400 gradë Celsius për të analizuar grimcat. Ato do të kërkojnë gjurmë oksigjeni, azoti dhe gaze fisnike për të zbuluar nga ka ardhur dhe si është zbuluar hëna. Këto grimca të vogla kanë mundësinë të zbulojnë historinë e universit. Shkencëtarët do të kenë një vit kohë për të realizuar analizat dhe studimet e tyre, ku kampionët e marrë nga sipërfaqja e hënës do të shkatërrohen plotësisht, duke e bërë këtë shans të vetëm dhe unik. Profesor Mahesh Anand nga Mbretëria e Bashkuar është shprehur se shpreson që ky do të jetë një hap për bashkëpunim ndërkombëtar mbi hapësirën. Kina ndërkohë ka vijuar misionet e saj me synim për të zbuluar më shumë mbi hënën, satelitin e vetëm të planetit tonë. Kemi ardhur në fund faqes 4 edhe për ditën e sotme, por ju rikujtojmë se për tret më të fundit nga vendi, rejoni dhe bota, mund të klikoni çdo kohë në abcnews.al, si dhe të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. Por mos u ndani nga ekrani ABC News, vetëm pas pak do të jeni me kolegin Habi Hoxha në Ballkan Update. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.